jo shumicë, garantimin e dinjitetit njerëzor dhe barazin për çdo qytetar pa privilegje e favore. Këto janë udhërrëfyes për çdo vendim që marrim, për cilën do reformë që nisin, për secilin aktivitet që bëjmë. Kosova, sot të nderuar deputet, të dashur qytetar, është më demokratike dhe më e sigurt se kur më parë. Institucionet tona sot janë edhe më të besueshme e më të qëndrueshme. Kosova është rreshtuar në anën e paqes, të drejtësisë dhe të aleatëve të saj demokratik. Aleanca jonë me Bashkimin Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Mbretërinë e Bashkuar, me NATO-n dhe me vendet mike nga Kanadaja e deri te Japonia, nuk do të lëkundet sepse ky bashkëpunim nuk është thjesht strategji, është vlerë. Sepse ne nuk jemi vetëm pjesë gjeografike e kontinentit evropian, por pjesë e vlerave politike të tij, lirisë, solidaritetit dhe parazisë. Në 4 vitet e ardhshme do të forcojmë aleancat, do të investojmë 1 miliard euro në mbrojtje, do të rekrutojmë ushtarë të rinj, do të shumëfishojmë numrin e oficerëve, do të funksionalizojmë fabrikën e municionit, do të zhvillojmë industrinë ushtarake të Kosovës dhe do të prodhojmë dronët luftarak made in Kosova. Do të vazhdojmë mbështesim fuqishëm procesin e Berlinit dhe tregun e përbashkët rajonal mbi bazën e barazisë dhe të përfaqësimit barabartë, sepse besojmë që fqinësia e mirë evropiane dhe bashkëpunimi rajonal i kontribuojnë si paqes ashtu edhe sigurisë. Do të punojmë me çdo çështrim dorën e bashkëpunimit mbi bazën e respektit të ndërsjelltë. Normalizimin e marrëdhënieve me fqinjen tonë verior Serbin do ta ndjekim përmes dialogut konstruktiv e kreativ, përmes marrëveshjes tonë bazike të Brukselit dhe aneksit të zbatimit të Ohrit. Por, siç kemi vepruar në 4 vitet e kaluara, normalizimi është çështje e rregullimit të marrëdhënieve mes dy shteteve, pra si raport bilateral e jashtëm e jo ndërhyrje apo përzierje në çështjet e brendshme. Qeveria do të mbrojë dhe zbatoj kushtetutën dhe ligjet në fuqi në çdo cep të vendit tonë. Të nderuar deputet, qytetar dhe partner ndërkombëtar, në mandatin që po shkon, Kosova dëshmoi se është shembulli i demokracisë dhe i zhvillimit në rajon me rritjen më të madhe ndonjëherë në të gjithë indikatorët e demokracisë. Tani është koha të tregojmë se jemi shembulli i inovacionit dhe i drejtësisë efikase. Në këtë mandat, reforma në drejtësi do të hyjë në fazën e saj vendimtare, do të vazhdoj lufta kundër korrupsionit dhe ligji do të zbatohet pa frikë dhe pa favore gjithandej Republikës. Reforma në drejtësi nuk ka qenë vetëm synim, ajo ka nisur të bëhet realitet. Ligji për Byron Shtetërore për konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme duhet të ecë përpara së